Ka qenë në shpejtësi shumë të madhe vetura që më ka godit, në mbi 130 km/h. Në një moment ku e kom përjetu shumë panike dhe shumë rrallë kom këshyr veturën mrapa. Shumë rrallë, gjithmonë jam kujdes mos me e godit dikën. Kur shumë kujdes mos po më godit dikush. Edhe ka qenë një ndalje, do më thonë, veç ullje shpejtësisë në një moment caktun ku në formë shpejtë. Në anën time të majtë, e kom që dorën me përshëndeti kënd, po kam qenë bashkë me vajzat, me Erin, me Majën, edhe me Majlindën, me Grun, për para, edhe goditja ka qenë i jashtëzakonshme, prej mrapa. Do më thonë, vetura ti është dëmtu shumë, unë shkak se ka qenë dimër e kam pas kukin e veturës të hapme. Pas ka mbroj pak. Më ka mbrojt pak, po tranzitin që e kemi përjetu, edhe në tash e shuajmë si familje që ke komplet pa e këty dhe njerë të mytë mrapë. Është e pa mund me e. A e dim se shqiptarët e kanë pak kryt më qështu? Këto je pa ai që mbushën naftën. Mos vjetë një.